and Friends. Përshëndetje të gjithëve. Hello. Mirë se vini në këtë të mërkur të datës 29 prill. Në studio jemi unë dhe Niko për Dame un grr. Un ke? Un grr. Jam përgati sot. Se do jetë miri në pjesën e dytë të programit edhe sot jemi Ne të dy. Dyshe, si në orë të parë, si në orë të dytë të programit. Kam kënaqësinë të jemi vetëm ne të dy. I përshëndesim kudo që janë, kudo që po na shihni. Kanë emisionet e veta. Kanë gjërat e tjera. Erdhi Vera me pushime, yes. Leila. Pushime on top. Me stand-up pra Antonio. Ja kam gjitë Antonio Banderas dhe nuk i ndahem. Po edhe unë kur i shkruaj që parë që të shkruajta Toni me y, se më duket kështu nivel më internacional, nuk na përket. Si ka qenë kjo javë? Ka qenë një javë busy, unë isha me pushimet atë në vërtetë, nuk kënaqa shumë, ika në Prag, e shijova, ishte për hera parë për mua. Por më nevojite, erdhan çik më fresh, kurse unë dje isha në koncertin e Shpat Dedës. Që ishte nata e parë, i kam shumë zili ata që do ta shijojnë sot në natën e tij të dytë. Kishte shumë emocion, shumë art, shumë vegla që koordinoheshin aq bukur me njëra tjetrën, me zërin fantastik të Shpatit. Dhe ishte vërtet një natë që shijohej mirë, edhe më pas me një gotë jashtë në meet and greet. Domethënë ishte një natë e mirë e marte, sepse ndryshe po të mos ishte ky koncerti do isha mërzitur që nuk kishim Prime. Për shembull. Unë dje u ktheva dhe zëri se isha aty duke parë gjithë storitë tua që e shijova nga aty. Më pëlqeu pafund paktën aq sa kishe publikuar ti. Ishte shumë intim. Ishte tepër private si gjë, më pëlqeu. Më pëlqeu shumë dhe mua. Java ka qenë e mirë, pak e ngarkuar, siç edhe ti, por tashmë na fillon vera dhe mund ta menaxhoj më mirë situatën. Dita është zgjatur, helmin nuk e heqim. Jo. Por mua ka filluar të më mungoj Big Brother, që është e vërteta. Ke edhe emisionet të tjera, ka dhe jetë pas Big Brother. E di, po tani ç'a të bëjmë? U fiksuam. Do filloj shumë shpejt, mbaje veten. Okej, në rregull. Shumë fare madje. Mund të jem dhe brenda, nuk i dihet. Shikon. Nuk i dihet kur, holla një shashk. Ky sekret. Se kemi zakon këtu, hedhim një shashk. Është tavolinë. Shashkash kjo. Si të duk Praga? Mirë, se po bëj tani si Arioni dhe Ariola që pyesin për trip top. Më pëlqeu shumë arkitektura, ishte fantastike të them vërtetën. Ishte diçka që më kujtonte pak Vienën, pak të godinat, ika tek muzeumi i Franz Kafkës, ika tek muzeumi i librave që është ajo si monument me libra që është The Infinity. Ishte fantastike. Pafund mund të rrit flas për provova pafund mund të kem shtuar 3-4 kg. Këto 3-4 ditë që isha andej. Provove çdo ushqim gastronomik në Prag. Sot do të flasim për lajme që kanë qarkulluar gjatë kësaj jave, po ashtu do të komentojmë edhe disa video të cilat ne kanë tërhequr vëmendjen. Dhe do hedhim pastaj mendimet tona të vjera sa i përket asaj që do diskutojmë në studio. Do t'i përshëndesim tani me French Montana dhe Chase Belly, është Bet It All. Po flisim për lajme që kanë qarkulluar gjatë kësaj jave dhe kanë ndodhur gjëra. Kemi një Roger që ka bërë një këngë. Anaja Selina, Si e pe këtë gjë? Hiti verës. Hama. Si hama, unë kam mbështetur Rogertin e dihet, dhe ai e dinte, se unë e takova te after party dhe tha unë e dija që ti do më kishe mbështetur, duke njohur karakterin tënd dhe duke parë intervistat e tua që ke dhënë. Pra ai e dinte që kështu absolutisht do të jeti verës, se ta mbështes dhe në këtë gjë. Mos më urreni, po. Nuk dua të të ndërhyj. Në zgjedhjet e tua, domethënë, por ti besoj që dhe ja the që kishe të gjithë kundër njërit paktën të mbronte. Po ja thash këtë, isha Alaya Selina, Alaya Khalifa, Alaya Selina, Alaya Khalifa, Alaya Selina, Alaya Dubai, Alaya Selina.
Por ka dalë dhe shumë me për të këngë. Nuk dua të kërcej, nuk dua të kërcej me këtë këngë. Ka dalë dhe shumë me këtë këngë, po jam. Domethënë ai doli nga Bigu e pa që kjo kënga ishte bërë virale në TikTok dhe vendosi ta shfrytëzoj si moment. Tani a le ta pranojmë që është më i zgjuar nga gjithë edicionet se të gjithë ka personazhe që kanë bërë meme dhe pastaj thjesht e kanë vazhduar. Ky ishte i vetmi që e monetizoi këtë memen, pra e bëri këngë. Memja tjetër ishte edhe Rogerti këndoi para Juelës. Atëherë Juela ka postuar disa story në Instagram para disa ditësh dhe shkruante faleminderit haters që komentoni dhe më shani ju jam e bindur që ju do vini në për këto koncerte sa më shumë hate, pra ka sa më shumë komente negative, aq më shumë koncerte do ketë Juela këtë verë. Unë dua të shkoj në një nga koncertet që do ketë Juela. Për eksperiencën time të trupit tim personal, por edhe që të vi këtu të mërkurën t'ju tregoj se si kalova dhe si isha dhe Juela experience. Eksperienca ime si këndon live. Interesant shumë ky këndvështrimi yt. Tani do ta bëj dhe unë si lej, do shkoj lart e poshtë do vi do t'rregoj të mërkurave çfarë po ndodh. Se çfarë më ndodh me këto të bigut. Në jetën time personale, të trupit tim. Ideja është që artistët në fakt ose emrat që përmenden, po bëhet shumë problem kjo pjesa e inteligjencës artificiale dhe janë disa, të paktën nga Hollywoodi na vijnë këto lajme se ne jemi një çik mbrapa me këto gjëra. Taylor Swift për shembull, po edhe disa të tjerë duan të ruajnë zërin e tyre dhe fytyrën që të mos cënohen nga inteligjenca artificiale dhe po patentojnë çdo gjë. Pra nuk mundet më dikush që hyn për të krijuar një këngë nga hiçi dhe të vërë zërin e Taylor Swift diku apo fytyrën e saj në një video çfarë do. Ti e di që momentalisht kënga më hit e momentit, unë refuzoj ta bëj atë si trend apo ta vënë për audiot e mia në TikTok, është një këngë me inteligjencë artificiale nga Justin Bieber dhe Rihanna. Pra një bashkëpunim që nuk ka ndodhur kurrë, mbase nuk do ndodhi kurrë, por është një super këngë, e them me plot gojën super këngë, zërat janë identik. Nuk e di pse se kanë realizuar këtë këngë apo diçka të përngjashme, po në të vërtetë unë derisa mësova se më dukeshin të njohur zërat, derisa lexova komentet që pashi ishte AI, por kështu që Taylor Swift është treguar me Monçë, po dua të pyes për shembull Selina, ka të drejtë të t'ia bllokoj këngën Rogertit? Për shembull? Jo, pse? Po se i ka përdorur emrin. Emrin, se ka të patentuar. Emrin. Po. Se e di pse se kjo gjë më duket si atëherë që kur lindi për herë të parë Beyoncé kur bëri Blue Ivy shkoi për të patentuar emrin dhe i thanë është e pamundur që ti të patentosh një emër që mos ta përdor askush. Askush, se vetëm i vajzës saj. Pra, okay, Selin mbase mund t'i shkoj mendje, por nuk e di, nuk e besoj. Shiko, ka goxha ritëm si refren, pavarësisht se si u përdor brenda shtëpisë, po këto ritmet kështu arabe, patjetër që i bëjnë njerëzit të kërcejnë, të lëvizin, të tunden nga pak. Kështu që le të themi që ky edicion gjatë gjithë fundjavës ande në Praga këtë kërceja. Ka bërë hite me Selin. Po. Kanë nxjerr këngë. Ky edicion ka pas shumë këngë, të them vërtetën. Më shumë nga edicionet e kaluara. Edhe pse si dëgjuam kur të këndonin brenda. Po. Sa dolën, filluan krijuan projekte. Edhe më pëlqen si gjë, sepse normalisht Big Brother është një dritar shumë e mirë ku ti të shprehësh veten, por edhe nëpërmjet eksperiencës tënde të tregosh një anë tjetër ku njerëzit të njohin ty ashtu sikurse nuk e kishin imagjinuar që do të njihnin ndonjëherë në jetë dhe kjo të shton pastaj ndjekës, të shton fansa, të shton edhe dëshirën për të prodhuar dhe për ta mbajtur le të themi këtë famën akoma dhe më gjatë. E për më tepër për te shakas, një nga këngët e mia të kësaj vere sigurisht dhe them me plot gojën që është kënga e West Side Family me Vesën. Dhe imja. Nuk e di, është një super hit dhe në të vërtet jap se Big Brotheri është kaq i domosdoshëm në jetën e artistëve që hyn aty, sepse kur del jashtë në të vërtet përveç se je tepër krijues nga gjithë ajo drama që ke përjetuar aty të vjen kreativiteti natyrshëm, por dhe të vjen një rebranding nga Big Brother. Pra, okay, ke qenë, po rivjen, domethënë si i rikrijuar në një version ndryshe, në një version më trendy.
Prandaj mendoj që askush nuk deli i humbur nga Bigu. Është shumë e vërtet. Dhe me që jemi tek vala e koncerteve, kjo javë, po edhe prilli ka pasur shumë aktivitete artistike, ishte koncerti Fifit, pastaj ishte Kozeta Kurti me Albanian Pop Rock, Shpat Deda dje dhe sonte në mbrëmje, do të ketë akoma aktivitete artistike, por në valën e këtyre aktiviteteve artistike, Niko po më thoshte që po qarkullon një lajm. Një thashë thema, kanë hedhur një shak dhe ato nuk e di. Kanye West vjen në Shqipëri. Kanye West, I'm sorry, se unë e them shqiptarski. Kanye West vjen në Shqipëri dhe ose jej se ka ndruar së fundmi. Dhe pretendohet që ai të vinë në Shqipëri të paktën duhet të ketë 60.000 places, pra vende. Lokacioni që kërkon të ketë 60.000 vende për 60.000 fansa që do ta ndjekin. Tani duhet të jetë një arena e madhe apo një lokacion i madh, duke qenë se në të vërtetë turnet e tij janë gjigande që ai si glob në mes të vendit të lokacionit ku bëhet turi i tij. Për momentin vetëm stadiumi më vjen ndërmend. Apo nuk e dia ka 60.000 vende. Ku do futet ajo si topi man? Nga sipër. Nga qielli do vi hëna. Po uroj të jetë, jo thashë them, të jetë diçka e vërtet se e ketë preferuar? Po. Është i mirë. Përveç se është artist i mirë, se ai është dhe tekstskrues dhe kompozitor në shumë artistë të tjerë dhe ka bërë hite pafund, por si Niko që jam dhe ti e di që unë vdes për drama dhe ushqehem me to, ai është mbreti. Ndarja e tij me Kim Kardashian vazhdoi 3 vite që hidhte story, hidhte postime, njiteve. Ngacmon dhe shumë personazhe në rrjetet sociale. Është pak introvert me raste, po ka raste pastaj që bëhet totalisht i paparashikueshëm. Nga pak personazhe që nuk ka rënë në kurthin e të bëhet cancel në Amerikë, se sado ka bërë shumë gjëra. Njerëzit vazhdojnë e duan për atë artistin që është, po. Në fund të ditës. Shpresoj mos jetë thashë them. Mendoj që më shpejt hedhin Kim Kardashian poshtë se sa Kanye West, edhe pse ai është full me gabime dhe gjatë gjithë jetës tij. Tani unë do doja që ta kishim pak Kanye West në transmetim, edhe në këtë valën e muzikës që po vjen në Shqipëri dhe më pëlqen shumë që kohët e fundit po bëhen koncerte, po vin DJ. Tirana është një pikë shumë kyçe e koncerteve të ndryshme, por edhe jugu i Shqipërisë po ashtu. Edhe më pëlqen që njerëzit kanë mënyra të ndryshme të argëtimit, janë emra të mëdhenj që po prekin Tiranën. Është edhe një mënyrë shumë e mirë promovimit të turizmit në Shqipëri, edhe përveç faktit që ne pastaj idhujt tanë që nuk i kishim menduar i shohim nga afër. Mbaj mend që në të gjithë këta emra un kam shijuar pafund koncertin e Ricky Martin. Sa do ta thoja? Dhe për mua është një lloj energjie që nuk e kam hasur diku tjetër. Ndoshta ishte edhe kjo nostalgjia e të rriturit, pra çdo momenti i adoleshencës sime më kaloi përpara syve me Ricky Martin, lëvizjet e atij, performancat, mënyra se si kërcente, këndonte në të njëjtën kohë, ndroi në të qintën e sekondit dhe dilte me një veshje tjetër, ndërkohë back vokalistët vazhdonin procesin dhe ti nuk kuptoje fare ai ishte apo nuk ishte në sken. Domethënë më ka lënë një energji edhe një përshtypje shumë të mirë, veç faktit që ka qenë edhe vazhdon të jetë një ndër të preferuarit e mi. Kurse mua për Rikin, unë kam parë në jetën time Madonna, Beyoncé, Shakirën, Sugar Babes, Lady Gaga, kam parë shumë personazhe, dhe për Ricky Martin thoja do më duhet sigurisht të u thoj diku jashtë shtetit, siç kam bërë me këto personazhe të tjera, që të kem mundësinë ta shoh. Dhe kur në të vërtetë më erdhi lajmi që do vinte në Tiranë, isha never. 1 në 1 milion mund të ndodhi kjo. Po për Tirana ka filluar, ka sjell shumë artistë, edhe DJ shumë të famshëm, domethënë këto këngët të gjitha që dëgjojmë aktualisht dhe janë trend në Instagram, në TikTok, DJ-et gjatë verës thuajse të gjithë e prekin nëse jo Tiranën, jugun e Shqipërisë. Po, është shumë e vërtetë dhe në fakt jam shumë e lumtur për këtë gjë. Tani e kemi me shumë dashuri, është ai për të cilin e folëm dhe është Kanye West me All the Love. Jemi sërish së bashku për të ndalur tek të tjera
Emisione se ngjecat e Bigu. Të tjera ndodhira tek të tjera momente dhe do të vijojmë për të komentuar një video shumë interesante, Niko. Ç'a kemi? Kam për ty diçka. Ta shohim mirë. Na ndihmojnë çunat. Klegja. Klegja shoqja ime. Na e pak Në cigare të gocë tje danoqe me lal. Si e pi më rrugë, të ka lezet shpirti, jam qeftazi në për kafe. Jam edhe ky. Jam edhe ky. Në kohën tuaj si pije cigarja? Gratë shpishin. Vajzat. Spishin. Vajzat, ku pishin cigare, vajzat. Ku pishin me cigare, vajzat. Timi, Qa problemi kishte kishte? kafen e mëngjesit? Ta the me emrin? Lokali Lagjes. Lokali Lagjes e pi. Nuk largohë se to t'laka ku ike. Do më thonë, ti del tek lokali Lagjes. Po gratë mos dalë. Femra ka shumë punë në shtëpi. Nuk i deli, se kur shko burri atje u fullora me zi ka bën drekën, se ka një 3 orë në kafe. Me zi e ka bo. Edhe ajta bëjmë shpejt se po na vjen ai nga puna. Hamore, Niko, hamore, Timi të bjeta. Nisur nga sa shoqja të bukura që jam mirë. Cigaren që ke si danoqe kohë të fundit. Po ishte shumë personazh interesant. Më ka pëlqyer shumë. Ky Timi, po. Jam shumë kundra asaj gjë që thotë. No. Nuk jam shumë dakord. Fare. Te pjesa që unë jam burr dhe mund të rin kafe. Kurse gruaja jo se ka shumë punë. Ka shumë punë, pastaj se do bëj drekën. Që mos duket sikur ka bërë shpejt drekën. Za thonë ky është. Ta marrim me Terezi të madhe. Është master shefi dhe vlerëson ushqimin e saj. Por mund ta bëj dhe vetë drekën një burr. Absolutisht. Se grua si ja ka qefi të rritë lokali. Si thua? Më vjen keq vetëm që disa persona mund të kenë prindër si këto, që të influencojnë fëmijët e tyre, të paktën meshkujt, të influencojnë të thonë djalë duhet këto disa puni ka gruaja në shtëpi. Ti s'bën asgjë, ti si thjesht lekët. Mbisizit. Shumë gabim kjo. Nuk e di. Duhet të jem bashkëpunues në familje. Pra, mua mund të më ndodhë që një ditë nuk jam fare në qejf për të gatuar. Po fare, nuk më ngrihet nga krevati, dua të ri të çlodhem. Po edhe 3 ora aty të kafja Lagjes Timit, mund të rija. Po s'është turp njerë. Dhe nëse bashorti im do të haj, ose mund të porosis diçka, ose mund të bëj vetë. Po, shumë drejt, shumë normale të trurin. Prandaj them që fatkeqësisht ka njerëz që influencojnë të rinjt me këtë ideologji, me këtë. Apo varet nga mënyra pastaj se si ke ndërtuar marrëdhënien. Pra, nëse bashorti që në fillim apo partneri thotë që shiko, unë nuk ja thek fare nga gatimi. Nuk po them unë që do të jetë për ditë që ai të haj vetë se ti kështu, se ti ashtu, se unë kam dhe kënaqësi gatimin. Po jo, më fal ju. Më jep shumë kënaqësi dhe kënaqësia ime më e madhe është që pasi gatuaj, i shikoj të gjithë kështu kur e provojnë, se nuk e ke iden çfarë satisfaksioni marr kur më thon, sa të mirë ke bërë të lumtur. Po dhe nuk është normale të mendosh që femra ka lindur guzhunjere. Pra ajo ka filluar, ka mësuar si mund të filloj dhe edhe infermiere. Bravo. Edhe sanitare. Kupton? Edhe edukatore. Edhe babysitter. Edhe doktoresh. Kupton? Edhe psikologe. Për fëmijët dhe për bashortin. Kupton, siç e ka filluar ta mësoj, fillon e mëson një vajzë gatimin apo është e njëjta gjë strategji dhe për meshkujt. Ashtu sikurse nuk jam dakord që nëse një grua e zëm nuk di të gatuaj dhe kuzhinën e ka marrë përsipër bashkëshorti, të jetë ai non stop dhe ta ketë si detyrë. Pra, nëse ka ditë që nuk ka dëshirë ta bëj atë gjën, ose mund të përpiqesh ti të mësosh diçka për t'i bërë atë shefin. Prandaj quhet marrëdhënie. Merr dashuri dhe jep dashuri. Le të jetë dashuri, po, nuk ka problem. Tani kam një tjetër emision që unë e di që ti e ke fiksim, e dashuron. Kishim kopa e parë? Si mund të të lija unë ty, pak të. Pa përputhen. Pa përputhen, si mund të të lës. Se kanë ardhur personazhe të rinj, kanë ikë të vjetër. Është bërë shumë virale një video ku Megi shijon nga afër balkonin e njërës për konkurenteve. Të riun, fare. Është kjo Do të marrë një xhiro, po nuk e di.
Mund t'i prek pak? Është perfekte. Të dhëmbën? Atëherë, jo nuk më dhëmbin. O çuna, po e shikoni dhe ju apo s'e shikoni? Hamore. Më pëlqen tani me këtë Esme, të lutem. Esme rikthehet me një tjetër gjoks, domethënë. Me thënë drejtën ishte shumë i bukur. Gjoksi i parë apo i dyti? Ky tani që kapi I riu. Megi. Po dhe i pari. Nuk duke i keq, po me Nuk këtë duke, ishte pak aty më. ndalojmë. Po, mi që unë kam bërë hundën, pa kështë prekur njerë. Si e kam? Live, në transmitim. Isha dhe s'ke bu në i gjë tjetër që të kërkosh Jo. ta frek. Atëherë, këtë reagim që them të vërtetën e kam patur unë kur kam marrë në fillim të karrierës time, kam pas një personazh, nuk do të them personazhin as revistën, dhe ishte i kam bërë të njëjtën pyetje, a mundem ta prek se ishte një gjoks i bër, ky personazhi, Në po çfarë viti ka qenë se 2010. kush mund tjetë? Jo, mos e thuaj. Ta them unë pastaj. Është e Kosovës. Jo, më Shqipërisë është një super ikon. Dhe tha po, mund ta prek. Dhe isha njeriu më i lumtur që kisha prekur për herë të parë në jetën time një gjoks të bër. Pra, edhe unë si me Ishte i bëshëm apo ishte cute dhe petit? Jo, i bëshëm. Shumë i Thënë hera bëshëm. ime e parë isha Se dhe unë kam parë dhe kam prekur një të bëshëm të një personazhi VIP, ajo e ka thënë, kështu që okay. Jo, e ka thënë vetë, kështu po. që nuk ka nevojë t'ia Isha them. eksperiencë e bukur, ashtu kam reaguar dhe Dhe unë. kam çoçe. Kam që ta dini. lëritur dhe unë. Ishte i bukur, ë? Ta jep atë ndjesinë kur e prek, domethënë si Megi? Po, ishte shumë më lart. Shumë më lart. Tipu unë në atë momente po shikoja balkonin e Monica Bellucit. Cila është ndërhyrja më e çuditshme që ke dëgjuar? Ndërhyrja që E çuditshme. Domethënë çfarë po kërkojnë njerëzit sot? që të zgjatesh. Pra, thyen gjunjt, merret një kockë dhe vendcohet pozicioni, ndryshon Thyen gjunjët apo zgjatesh me kockë? Si është Po thyet, sepse duhet marrësh atë kockën, kupton? Dhe duhet thyer ai gjuri. Dhe je 6 muaj që nuk ecën dot, pastaj ke gjithë pjesën e rikuperimit që fillon mëson të ecësh nga fillimi. Deri në sa centimetra zgjatesh? Disa thon deri në 6 cm, disa thon arrin deri në 15 cm. 15 është okay, po të torturohesh për 6 cm. Domethënë po flasim sërish njerëzit që po na dëgjojnë tani për gjatësinë trupore. Të mos keq kuptohemi. Por ka edhe ndërhyrje për një tjetër gjatësi. Ata gjithmonë kam qenë kur isha i vogël, nuk e di pse kisha informacion, thoj, jo, se presin gishtin për të zgjatur atë gjë. Jo, Niko, nuk funksionon kështu. Un kam parë se tani rrjetet sociale na e japin këtë mundësi të shohim story të miqve që ndjekim, edhe njëra që unë ndjek, që është kirurge plastike, është super king e goc, kishte postuar me një lule në mes, një ndërhyrje të tillë, domethënë, dhe në fillim nuk e kuptova ç'ai ishte, se ishte një gjë kështu. Si topi rrumbullak. Okej, dhe s'po kuptoja, si ishte edhe një lule në mes që mos ta jepte imazhin, edhe kishte shkruar lart ndërhyrja shkoi me sukses, TK. Dhe aty fillova po kuptoja që po u bë ka kjo gjëja. Po. Shpesh në Shqipëri. Në Shqipëri. Organit gjenital. Po, në Shqipëri. Unë mendova se ka ndodhur një rast edhe po që bëhet Jo, shpesh. kishte bërë si ndërhyrje dhe kishte postuar në story me një lule. Shqyrë zoti, s'kemi nevojë për këto gjëra, s'kemi halle, por s'kemi hall. S'kemi halle të tilla. Hallit nuk i ngjan. Dhe një tjetër ndërhyrje që po bëhet shpesh së fundmi është edhe pjesa e zbukurimit të organit gjenital të vajzave dhe grave, pra ristrukturim, rimodelim, arkitekturë. Një pikturë. Një Mona Lisa. Jo. Por shiko, ka njerëz që disa gjëra ndoshta në jetën e tyre mund t'i kenë edhe kompleks, por disa më duken të egzageruara ndonjëherë, sepse siç e thash dhe për këtë 6 cm të torturohesh 6 muaj dhe të rish pa ecur, nuk është ndonjë diferencë. Po. Shumë e madhe. Jo, ka njerëz që ka diferencë të madhe. Shiko, kur ti je 1.60 dhe je kur je Xhuxhi 9 i Borbardes, i tetis, është 7 ka. Okej. Por jo, nuk e kisha në këtë aspekt. Domethënë, nëse ti je 1.60 dhe bën këtë ndërhyrje dhe shkon 1.75,
edhe mund ta kuptoj, se mund ta kesh pasur kompleks në gjetjen e një partnereje apo ktion. Po nga 1.60 në 1.65 thua pse e ke bërë thua? Pse? Kuptoj. Si vlen, domethënë mendoj unë, pastaj njerëzit e din vet. Por Esmja e kishte gjoksi dhe magnitja e Megit më impresionoi. Sa minuta folën për një gjoks, por mendoj që edhe për gjatësinë e saj, dhe për fizikun e saj, dhe për le të themi se është e vogël, duket si petit mua ajo vajza, ishte perfekt, sepse ka parë disa vajza që i egzagerohen, domethënë duke që ishte i bërë. Ti ke bërë ndonjë ndërhyrje, se s'kam pyetur ndonjëherë. Unë ndërhyrje dua të bëj, ishte për të bërë, por nuk e bëra këtë verë, po nuk është vonë këtë verë që jemi. Vera e kaluar, po ishte një ndërhyrje që duhet bëja, po. Çfarë do të bësh? Unë doja të ngrija sytë e mia. Pra, nuk është lifting. Blef faro. Jo, që bëhet mund ta tregoj, bëhet një prerje brenda. Okej. Kokës. Dhe tërhiqesh kështu. Tërhiqet, vetëm lifting është. Bëhet vetëm mini lift, një mini lift, sepse është vetëm te pjesa e syrit dhe jo tek pjesa e ballit. Pra unë nuk pritem në ball, pritem vetëm pjesa ansore. Ajo ka një thuajse 4 javë rikuperim, unë jam shumë i informuar për atë gjë. Kam zero frikë, kur do vi momenti do ta bëj, madje mund të sjell edhe këtu gjithçka çfarë do bëj ti sjell të pardon my friends ty atë gojë. Se çfarë do bësh me jetën tënde personale. Duket një eksperiencë goxha e bukur, ëh? Se të zbukuron pikë së pari, po edhe shikon veten tënde. Po ndjesh mirë me veten, po. Unë hundën e bëra. U bëra tani, po, gati 12 vite që e kam bërë, po e kam kështu, jo. Po edhe unë do të doja ta bëja se kam të shtrëmbër. Shikon nga këtej. Jo Barbie, domethënë thjesht të kam drejtuar pak profilin, se kishte një gung të voçkel këtu. Mbase nga syzet. Dhe një majtë voçkel këtu. Dhe thjesht kam bërë një kështu ngacmim të voçkel. Minimal. Po, që në profil tani nuk e kam më problem, se më përpara. Base vetëm hundën edhe sy do bëja. Hundën për ta drejtuar vetëm për pjesë estetike dhe shëndeti sigurisht, po edhe syt vetëm pjesë estetike që dua t'i shoh sytë mia një herë drejt, se gjithmonë kam këtë. Më thoni si ai aktori Hugh Grant, nuk e di ai njëti, më thonë. Dukesh si mërzitur. Po bravo, si melankolik, ndërkohë unë nuk s'kam vetëm melankolik që nuk je, domethënë. Nuk mallëngjehem. Kështu që do të shkëputemi për pak tani, se kemi edhe 2 video tjera për të komentuar. Në pjesën e dytë do të vi Mirje, tham tashmë ka dalë thirrja. Mezi po pres që t'i bëj një intervistë duke u bazuar asaj që bën brenda shtëpisë dhe tashmë që është jashtë si finalist, po edhe si i renditur i dyti nga ky edicioni 5 i Big Brother. Edhe për pak minuta do t'jem me Nikon, sepse në studio do më bashkohet Miri, kështu që më shfrytëzon Niko dhe këto minuta. Unë direkt do futem tek api të dëgjoj live dhe njerëz që të ndjekin këtu live. Dhe të na ndjekin në kanalin 10 në digital. Përpara se të bëjmë mbylljen e kësaj pjese të parë, dua të ndalem tek talentet. Pra ka nisur prej pak javësh talent në shtëpi në Top Channel, drejtuar nga Egli, është Krusita, Sidriti dhe Bardi që japin pa ashtu mendimet e tyre. Nuk dua ti hyj. Kam qenë 15 vjeç kur luaja futboll. Pjesës talenteve, por kjo. Mendoja që isha më i miri. Edhe erdhi babi im, e solli një agent sportiv që të shifte mua për më çu një ekip evropian. Gjeti lidhje on e mbon, mezi e gjeti. Edhe kur erdhi ai në fush, pa mua si luja, e zgjodhi 2 shokët e mi. Nuk më zgjodhi mua. Sa i sinqert që është. Mos ik futboll, ta shifë shkollë. Ma tha me stil. Kështu që na s'po dojna me të lëndu ndjenjat kaq shumë, po shifë shkollën ose na gjë tjetër, sa ta merr mendje se nuk mendoj që e ke më të mirën për muzikë. Dhe tek e fundit Bardhi u bë një artist shumë i talentuar, kështu që ndoshta ylli jot. Bravo, më bëri shumë përshtypje. Ky moment tek talent në shtëpi, sepse ka shumë prindër, ose unë thjesht do doja që dikush në jetë ndonjëherë të më thoshte që shiko se këtë gjë do doja. Unë në fakt kam zgjedhur atë që doja dhe di ta bëj, se në gjimnaz edhe kemi kënduar, po e pam që këndoja mirë, po isha aq, jo ndonjë për argëtim shoqërie, domethënë, për një karaoke dhe shtyhe me, kupton? Por nuk mund të isha një wow. Dhe sigurisht që zgjodha këtë që di të bëj më mirë, pjesën e gazetarisë dhe. Por në fakt kam parë kohë të fundit, por jo vetëm kohë të fundit, ndodh ndonjëherë që të fryjnë dhe janë prindërit që ngulmojnë, je më i mirë, ndërkohë që ti nuk
mund të kesh diçka tjetër për cilën je më shumë i talentuar se sa ajo që po të imponohet ose ndoshta ke dëshirë. Se këndon mirë në dush nuk do të thotë që je këngëtare, kupton? Ktu e kam fjalën. Sa mama më vinë dhe më flasin, kam një vajzë. Ajo vdes të bëhet modele dhe ndonjëherë dua t'i them atë. Më shumë se ajo ka qef ajo se shpeshherë më lejon s'kam pikë lidhje me këto, me fëmijë, me modeling, me gjëra, unë jam totalisht fushë tjetër, merrem me artistët, me veshjet, me gjërat, nuk ngatrojnë gjën me sfilatat, me gjërat, po për më tepër nuk dua të merrem me vajza të vogla, këto gjërat nuk fare stili i gjës time. Por ndonjëherë që më rastis shikoj, i shoh ato vajzat kështu si me zorr, si të turpshme, domethënë, dhe arrit të dalloj sigurisht nëse dikush vlen, sepse ka attitudin, ka sjelljen, ka gjithë energjinë e saj që na bën neve të japim vëmendje. Prandaj më pëlqeu shumë ajo që tha Bardhi, sepse jo çdo jo në jetë mund të na bëjë që të rrëzohemi dhe të dëshpërohemi, sepse çdo jo në jetë kur të thuhet hapur, ty mund të drejtoj në një rrugë të cilën mund ta kesh shumë herë më të suksesshme se ajo që ke dashur. Edhe Bardhi për shembull është rasti konkret. Por ka dhe njerëz që joja tyre, domethënë uroj gjithë jot e botës të jenë kështu si i thot Bardhi, me kaq qetësi dhe me kaq pozitivitet, por edhe jo tek shija kur i kanë thënë shumë njerëzve, uroj të jetë si joja Bardhit, për shembull mua më kanë thënë stilist s'do bëhesh kurrë. Kupton, dhe kjo kur do dohet ma thonin kështu që unë të merja edhe më shumë, mos ta merja me ka shumë inat gjithë gjën. Se sa një si sfidë midis meje dhe Bardhit, jo inat me personazhe që më thotë ti s'do bëhesh kurrë. Kupton se edhe kjo është shumë gjë e vret tjetër. Jo, pra, nëse të thonë që ti për shembull me muzikën, edhe nëse do ja thoshte, por fokusohet tek diçka tjetër që je shumë i talentuar. Tani jemi në fund, Niko, faleminderit që më shoqërove. Tani do vi një tjetër super çun, një çun Tirane, një Alamet djali, Miri në këtë studio dhe do të bëjmë një bisedë të shtruar dhe me shumë kënaqësi në pjesën e dytë të Pardon My French. I ke thënë që e kemi mbështetur. Po, e dinte. Ja ka thënë Landi pa merak. Pardon My French. Kush është këtu? Edhe kush është këtu? Dhe këtu është Miri, më i miri ta themi? Po, më rri më mirë tani. Mbeti si refren, ë? Miri më i miri. Miri më i miri është në Pardon My French në këtë të mërkur. Përshëndetje të gjithëve, dëgjues të Top Albania Radios, por edhe ju që po na ndiqni nëpërmjet Digital në kanalin 10. Jemi bashk me finalistin, edhe ndoshta për një pjesë të madhe të publikut edhe fituesin moral, ta them kështu? Po, ja marr edhe me komentet. Kam zhbiriluar. Më rri më mirë kështu. Është bukur kur je kështu fituesi moral. Ne po ritakohemi. Po. Tani jashtë shtëpisë, sepse bëm një bisedë gjatë kohës që ti ishe brenda shtëpisë. Edhe mora vesh që je ndier mirë. Me intervistën patjetër, sepse kishim shumë nevojë. Faktikisht në atë moment dhe në atë pikë të lojës kam pas shumë nevojë që të kisha një intervistë apo bisedë më tepër me një person kaq të mirë njëherë. Edhe faleminderit shumë. Ua, me qëra fjala kur më the të dua, më shkruanin komente, ua, Jonida të ka ngacuar. Domethënë, e kupton se ku jetojmë? Ja, jetojmë te ky vend që jetojmë në këtë vend që njerëzit nuk e dinë që unë kam filluar punë në 2001. Miri po ashtu me West Side Family në këto vite dhe janë fiks 26 vite që ne njihemi. Edhe është një miqësi jo shumë e ngushtë, po as e largët. Pra, një respekt reciprok gjatë gjithë këtyre viteve. Po, është një miqësi shumë e mirë. Edhe është support edhe profesional do të thoja unë, sepse e kam deklaruar edhe kur ishim tek Shqipëria Live që intervistën tuaj të parë, kemi qenë të tre, e kemi bërë tek një lokal që ka qenë afër Valle Verde, më duket se i quajnë atë kohë. Po. Dhe ju sa kishit filluar? Te radio televizionit. Po. Do me thënë, ju erdhët për të dhënë një intervistë për një gazetare të thjeshtë që punonte në një gazetë. Ama mis edhe ne të thjesht kemi qenë. Jo, ka qenë vërtet privilegj për mua në atë kohë, sepse sapo kisha filluar dhe ishte suport shumë i madh që tre nga çunat më të mirë të muzikës që kishim, po dhanë mua këtë intervistë dhe që atëherë kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë. Por
përpara se të filloj me këto pyetjet tona, Miri. Unë do të bëj atë intron time të famshme. Që unë vdes ta dëgjoj. Tani për jam të një cilën kam marrë shumë komplimenta, by the way. Jo vetëm nga miqtë e tu. Por kam përshtypjen që ishte një suport i mirë, sidomos ato ditët e fundit përpara finales. e ke merituar në fakt. Dhe tani jemi në një tjetër përballje, tashmë jemi jashtë shtëpisë, gjërat janë ndryshe, por unë e shoh në një tjetër këndvështrim edhe jashtë shtëpisë Mirin, dhe jo vetëm unë, po edhe një pjesë e madhe e publikut, kështu që bëuni gati. Ta nisim ashtu siç duhet. Për javë me radhë e pam si një prej personazheve më të komentuar dhe më të dashur të këtij edicioni të Big Brother Albania. Shpesh i qet, herë i sulmuar, herë me ngritje zëri, por me një kontroll të jashtëzakonshëm në raste shumë kritike. Nga skena me West Side Family, në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Miri solli një profil krejt ndryshe, shpesh edhe pa e kërkuar vëmendjen, por ja që e merrte gjithsesi. Rrugtimi i tij u shoqërua me debate, miqësi, momente emocionale, humor, por edhe shumë diskutime mbi strategjinë e tij dhe mënyrën se si vendosi ta luante këtë format. Ishte lojë zemre apo lojë mendjeje? Çfarë pa nga brenda që publiku nuk e kuptoi plotësisht? Dhe si e shes sot gjithë këtë eksperiencë pasi doli nga shtëpia? Sot kam përballë një finalist, një artist, por mbi të gjitha një personazh që la gjurmë në këtë edicion. Flasim për lojën sot, finalen, raportet që mbeten dhe të pathonat pas Big Brother. Mirë se erdhe Miri, dhe siç themi ne, kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin, aman, kujdes mikrofonin. Faleminderit shumë, je shumë e mirë, edhe sidomos me këto hyrjet që bën, domethënë, unë mbetem pa fjalë. E meriton plotësisht. Ke pasur një rrugtim jo të lehtë. Me thënë drejtën po. Me thënë drejtën po, nuk ka qenë e lehtë sepse ky Big për mua ka qenë një eksperiencë komplet ndryshe. Unë mund ta mendoja si ishte, por se si e jetova ishte komplet diçka tjetër. Edhe jam i kënaqur faktikisht me atë që kam jetuar aty, por eksperienca ishte shumë e fortë, shumë e fortë. Dhe përveç eksperiencës së fortë, janë bërë dhe këngë shumë të forta. Unë them ta zbusim pak me gënjeve, sepse për mua është një ndër këngët më të bukura që është bërë në këtë edicion, ka shumë tekst, ka shumë melodi, ka dhe shumë interpretim. Është një këngë shumë cilësore. Kështu që e ndjekim dhe rikthehemi pas pak me Mirin. Ja ku jemi sërish në Pardon My Friend, që kam lënë të mërkurën për ty dhe vetëm për ty. Ekskluzive. Ekskluzive. Gënjeve. Po edhe zgënjeve. Po ka raste që dhe ke gënjur? Jo, aty brenda jo, asnjëherë. Unë jam përpjekur që të jemi vërteti. Faktikisht sepse unë edhe në jetën reale ashtu jam. Me thënë drejtën, jam njeri i vërtet, jam njeri ashtu, natyrshëm. Batuta kur vjen batut. Je dhe një peshore që nuk e nerva. Vjesh me rob, ta kuptoj shumë mirë këtë pjesë. Do të thënë e kthejmë nervin në durim. Po, jemi kështu gjatë ose gjithë kohës. Duhet të durojmë, ose duhet t'i japësh fund gjithçka. Në ekstrem. Mirë, kur hyre në Big, domethënë e mendoja si do të ishte ky rrugtimi jot, pra e parashikoje finalen, çfarë do ndodhte rrugës, e kishe një, le të themi, konfiturim tënd. Kam pasur shumë mendime faktikisht para se të hyja, sepse vet formati të bën që ti të mendosh shumë gjëra, por ato gjërat direkt e bien poshtë sepse ti përballesh me situata dinamika të cilat ti nuk i imagjinon dot. Edhe të përballesh direkt me një situatë aq të fortë, sa hyn brenda çdo plan bie poshtë. Pa bie poshtë edhe pastaj vazhdon me instinktin. Është instinkti ai që të bën të ecësh përpara me situatën që të vjen përballë. Kur e kuptove që, do të thënë, në cilën pikë të lojës kuptove që po, ishe shumë i fortë. Finalja ishte për ty, po edhe fitoria pse jo? Këtë e kam kuptuar. Varet se si janë ndjesitë aty brenda, se ju i keni përjetuar. Shiko, kanë qenë shumë momente që më vinte kjo ndjesia. Nuk e di se si ishte jashtë situata, por mendoja që në disa momente të caktuara kam qenë fort jashtë. Një nga ato momente ka qenë
kur e gjithë shtëpia në fillim, e gjithë shtëpia ishte kundra meje për situatën që ishte krijuar. Pastaj një moment tjetër ka qenë kur po themi u ndam nga ortakëria që kishim, edhe kur krijova të frontin, po themi, frontin e fort kundra kundra kundërshtarëve që kishin përballë, dhe në një moment kur strategjitë e mia kishin efekt. Kam përshtypjen që nominimi i çifteve po ashtu mund të quhet një ndër ai është një avantazh pikat lëvizëse të strategjisë. Ai është një avantazh që mua më erdhi si pasojë e liderit që u shpalla nga publiku, dhe është një moment shumë i fortë në shtëpi, sepse ne banorët aty atë presim reagimin e publikut, dhe një nga reagimet e publikut është ose kur shpallesh i preferuar ose kur shpallesh lider nga publiku. Dhe momenti që më erdhi avantazhi për këtë çoja në nominim, e kisha direkte atë gjën, as nuk u mendova fare, sepse një lojtar i fortë ashtu duhet veproj, dhe nxora në nominim lojtar që duhet t'i nxirja jashtë normalisht. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Kam lexuar komente, ka pasur të ndryshme, ka pasur e the dhe vet, ulje ngritje të rrugtimit tënd, pra njerëz që të kanë suportuar në disa momente, njerëz që kanë qenë të verbuar pasteje edhe kur mund të kesh pasur gabime, po edhe njerëz që ndoshta të kanë quajtur dhe fituesi moral. Si të kanë bërë të ndihesh të gjitha komentet që ke marrë tashmë që je jashtë shtëpisë? Me thënë drejtën, i kam vënë një peshore. Me thënë drejtën, duke qenë dhe vetë peshore, e kemi balancën ne, ti e di shumë mirë. Desim për këtë pikë. Dhe tek peshorja anonte pjesa domethënë e komentave pozitive, sidomos kur vjen dhe fundi i Bigut, sepse Bigu zgjat 120 ditë. Ti duhet ke ulje, ke ngritje, por në fund është ajo që situatën e ngren pesh. Dhe momenti kur unë shikoj që në fund të Bigut kisha shumë komente pozitive për çfarë unë po shfaqesha në fund të këtij Bigu, më bën të ndihem mirë, më bën të ndihem krenar për çfarë kam bërë në 120 ditë, pra me të mirat dhe me të këqijat, dhe ndjehem i lumtur, me thënë drejtën, ndjehem i lumtur kur takoj njerëzit jashtë dhe thonë çun Danoç, çun Tirone. Çun Tirone, çun i mirë, i sjellshëm, korrekt, i qetë, dhe me durim shumë të madh. Do ta themi edhe këtë. Ka një pseudonim për Mirin që ka nisur le të themi që prajmin e parë se u nis me sulme, edhe e tha Landi, po besoj e ke kuptuar. Edhe Durimodhi. Mirë Durimodhi. Atë mbeti peng vendi i dytë? Jo, nuk më mbeti peng. Tani do gënjeja, po të thoja që nuk e doja vendin e parë, se është një garë dhe të gjithë e duan vendin e parë, sidomos kur je aq afër. Por kur ti kupton që ke fituar çmimin e publikut, ne gjithmonë edhe si Westside kemi qenë në garat ndryshme dhe nuk e kemi marrë çmimin e parë. Çmimin e parë kanë mbetur. Por kemi marrë çmimin e publikut dhe nuk është e rëndësishme që të marrësh ai çmim që është në lek apo në euro, është e rëndësishme që të marrësh çmimin e publikut. Dhe unë kam marrë dashurinë e publikut, kam marrë atë gjën më të shtrenjtë që unë i kam kushtuar jetën time. Është përgjigje shumë interesante kjo që dhe, sepse kam parë që keni nisur vrullshëm. Dhe kur thua kam marrë çmimin e publikut, shtohet po ashtu dhe kërkesa për t'ju parë juve tashmë në koncerte të vazhdueshme dhe në post Big Brother ti deklarove që jeni tashmë të rezervuar. Tani në post Big Brother, Westside është, nuk do thoj i rilindur, por është një moment tjetër i Westside, duke qenë se Miri ka treguar se kush është Miri në të vërtetë, dhe ka rilindur dhe njerë pjesën artistike të Westside Family, sepse duke qenë se janë dhe këngë të një brezi tjetër, ky brezi i ri duhet ushqehet me këto të rejat. Me këto të rejat, por dhe me këngët e vjetra që janë këngë me shumë vlera, me thënë drejtën. Dhe janë vërtet. Pra nuk ka një njeri që nuk i di përmendësh ose nuk mund t'ja ketë dedikuar dikujt këngën mesazh, apo kur kanë humbur një njeri të dashur. Sidomos te kënga mesazh, kur ti dëgjon
Tani në këtë moment në këtë moment dëgjon një brez të ri që këndon atë këngë kur s'kishte lindur kur është bërë ajo këngë. Kështu që përgjigjja është e gjitha brenda. Është aty. Cili ishte momenti më i vështirë emocional për ty brenda qëndrimit në shtëpi? Po nuk do thosha më i vështiri, do thosha me emocionin më të madh ka qenë surpriza gocës e vajzës time, sepse aty brenda ti futesh në një dimension tjetër, edhe për momentin e harron se çfarë ndodh jashtë, sepse ke situata pa fund sa aty nuk të lejonin as të haje bukë, domethënë. Kështu që por momenti kur unë takova vajzën ka qenë një moment shumë i vështirë. Për një arsye, sepse doja se kishe dy anë të medaljes në fakt. Pa dalë të ana parë, doja ta kafshoja veten time për të mos i shprehur emocionet me lot, ka shi vajzës time, sepse nuk doja që ajo pastaj të mbytesh në lot, se edhe ajo është një peshore. Me që ra fjala dhe ne jemi shumë empatik. Shumë emocional. Jemi shumë empatik te njëri tjetri, domethënë ajo mund të mos qaj për veten, pastaj do qante për mua, edhe aty do bëhesh një det me lot, edhe asgjë nuk do shkonte. Ky ka qenë shumë moment i vështirë, momenti që po shkoja ta takoja vajzën. Pastaj e ka përceva dhe kaloi shumë bukur ai moment surprize për mua. Nga banorët tani që jeni jashtë, kush ka surprizuar më shumë? Pra ke pasur tjetër qasje gjatë jetesës brenda dhe tani që keni dalë, ke thënë po ky, po kjo. Po me thënë të drejtën, është e njëjta qasje. Domethënë atë që kam pasur brenda e kam dhe jashtë me të gjithë. Pra ata që kam shkuar mirë, edhe jashtë po shkoj shumë mirë. Me ata që s'kam shkuar mirë, normalisht edhe jashtë nuk mund të mos nuk do shkosh mirë, sepse e di ku është problemi është që shumë banor atje i kanë marrë gjëra shumë personale. Unë ja kam lënë lojës gjithçka çfarë ka ndodhur atje dhe jeta vazhdon me një dimension tjetër, me dimensionin e jetës. Unë shpesh herë thoja edhe kur ishim në shtëpi që jemi në jetë edhe këtu brenda, pra duhet i mbajmë raportet miqësore dhe njerëzillikun sidomos sepse duhet të përçojmë mesazhe. Po se duhet të përçojmë te publiku mesazhe të njerëzishme. Po jo më i merrshim personale. Thoni sikur kaq është jeta, 4 muaj dhe s'do ketë më. Dhe unë kam të njëjtën qasje me të gjithë faktikisht, por që të përpiqem mund tani të bëhem njerëzor me ata që nuk duan të jenë njerëzor, më fal po. Dhe të mos e kuptonin konceptin. Duhet ta kuptojnë vetë atë pjesë. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore në lojë? Në fakt e ka ajo lojë, i kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë, sepse është vetë situata, dinamikat e lojës që të bëjnë të tilla. Ti nuk mund të rrish dot vetëm, ti nuk mund të luash vetëm, kështu që edhe do përdorësh, po edhe janë përdorur nga unë. Nuk mund të ishe i vetëm kundër shtëpisë? Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë sepse ky big ishte ndryshe. Unë e krahasoj me edicionet e tjera dhe ishte shumë e vështirë të rije vetëm, sepse pozicionohesh vetë shtëpia në situata, nuk mund të rije dot vetëm edhe të përballesh vetëm. Sido që të ishte do përfshiheshe, kështu që më mirë përfshihu dhe je i saktë se sa bëje sikur ishe vetëm dhe do kisha aleanca. Dhe do ishe kështu. Edhe do ishe edhe këtu dhe atje unë nuk e bëj kurrë atë gjë. Më mirë thuash po, jemi aleancë. Unë jam këtu edhe jam përballë teje, nuk i bëj dot ndryshe. Nëse do të rifilloj edhe një herë të gjithë të eksperiencën, pra jemi në 20 vjetor. Sa më shbër kjo pyetje aman. Shumë. Pa. Çfarë do bëje ndryshe? Unë do bëja ndryshe nëse situata do i kisha ndryshe. Okej, publicitet, se mos kujtoni se shpëtoj. Do vazhdojmë pra. Jemi sërish me Mirin, ku e lamë? E lam të ora biologjike në big. Që kalon të shumë shpejt, po thot Miri. Pra, nëse themi çfarë do bëje ndryshe, ti thuaj që nëse do i kisha ndryshe situatat. Varet nga situatat që do vini përballë. Do i bëja ndryshe. Nuk dua ta bëj këtë pyetje na e penduar për në një gjë, sepse ti besoj e ke bërë një analizë tënde, edhe sigurisht që ka pas momente që ke menduar duhet ta kisha menaxhuar ndryshe. Unë mendoj gjithmonë atë pjesë, sepse është që i bën një reflektim vetes, dhe dal tek përfundimi që nuk do bëja asgjë ndryshe, nuk jam penduar për asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe, a do este siç do doja, a do funksiononte dhe në fund të fundit ashtu siç e kam bërë, a isha në pod? Unë mendoj që po.
Që do thot, ç'a do bëja ndryshe? Mund ishte edhe ndryshe. Po të bëja diçka ndryshe, mbase nuk të shkoj as në pod. Nuk i dihet. Nuk i dihet, kështu që më mirë. Si ishte ai fjalimi i Kanye West? Nuk do ta dim kur. Po nuk do ta dim kur. Nëse unë nuk do ta kisha fituar këtë çmim taj. Me nëse, ma kanë bërë shpesh edhe në bigte, se këtë do ta them. Çfarë do ndodhte? Nuk do ta marrin vesh kur. Këtë do ta them, ma kanë bërë edhe në big banorët që po sikur mos ishte krevati, po themi, ose po mos ishte kjo gjëja, si do ta bëje ti? Hajde shkojmë te 6 dhe fillojmë nga fillimi. Se ku e di unë se çfarë do ndodhte diçka tjetër, do bënim diçka tjetër. Kujt i shkoj mendja që do lindte një krevat? Kujt i shkoj mendja që ky krevati do zgjaste 120 ditë? Nuk e di, domethënë pafund. Dhe kujt i shkoj mendja që po krevati ishte dyshja finale. Në fakt profecia ime doli. Me thënë drejtën. Po, ai ishte prajmi i parë. Ai ishte prajmi i parë. Ne të dy jemi në finale. Jemi alat, do shkojmë në finale. Je dhe parashikues. Deri diku. Dhe kam thënë edhe këtë tjetrën që finalistin ta zgjedhë publiku. Domethënë fituesin ta zgjedhë publiku. Po, e the edhe gjatë intervistës brenda që nëse unë nuk fitoj nga 3 të tjerët, është Selin që e meriton dhe ke qenë shumë Unë jam koherent tek gjërat që kam bërë në atë shtëpi, ha. Tek gjërat që ke thënë. Pra njëri përfaqësues i krevatit doli fitues. E fitoi. Ishte brenda krevatit fituesi. Po. Kush mendon që e luajti më fort lojën? Pra, jo vetëm në aspektin njerëzor, por edhe nëpërmjet strategjive, edhe nëpërmjet makinacioneve. Padyshim do thoja Rogerti. E ka luajtur shumë fort atë lojë. Por në fakt Arbri ka thënë që mirë s'ke magji. Po nuk dohet të flisja për veten faktikisht këtu. Ai e ka luajtur fort, e ka luajtur në mënyrë agresive që në fillim, ka qenë strategjia e tij që të bëhesh faktor shumë i fortë dhe që në fillim për atë situatë. Se hyri më vonë, ishte me një informacion nga jashtë, ai mund t'i përdorte kollaj, ne ishim brenda nga asgjëja, unë kur jam futur nuk di asgjë për asnjë banor aty. Unë çka kam përdorur situata brenda shtëpisë dhe normalisht po ta shikosh me sy të qetë, ti mendon se Rogerti ka hyrë fort me strategji, me skema, por me thënë drejtën, skemat i kisha unë. Te e them. Piketuar. Skemat i kisha unë. Unë shpika ushtarin tim kamikaz, që ishte Rogerti. Ashtu, sa i pretendon ndryshe. Çdo kush mund të pretendojë atë që do. Tani si janë marrëdhëniet tuaja apo janë okay? Me Rogertin. Unë kam marrëdhënie njerëzore, unë jam njeri fund ditës. Se në post Big Brother, mazallaset linte të flisë. Po e ka qefi që ka i vëmendjen, nuk kam çfarë bëj. Në fakt jo vetëm ty, ndërhyn të gjithëve. Po e ka të përbëndshme atë gjën, ai edhe në jetë ashtu është. Çfarë mendon që po i hyn muzikës ai? Se po bën koncerte. Po shikon një burim për të pasur një content që ndoshta i funksionon, i uroj gjithë mirat, edhe e priste mbara. Po, normalisht se ti je njëri dashamirës në përgjithësi. Jam. Ndoshta jam më mirë sa duhet, por jam. Ja këtu më qëndro. A mendon se sinqeriteti yt të penalizoj her pas here në lojë? Nuk do ta quaj penalizim sepse unë kshu jam në të vërtetë. Ndoshta mund ta kem marr për dobësi, ndoshta mund ta kem shfrytzuar këtë situatën time që jam kshu i mirë, jam i qetë, jam babaxhan, kam mirësi, po unë kshu jam, nuk dal dot nga vetja, pastaj do isha unë, do isha ndryshe. Edhe nuk do doja që të njihnin një mirë që nuk është miri. Sepse ti në fakt për të gjithë ata që nuk e njohin mirë nga afër dhe u fokusuan në këto 4 muaj jetesë në Big Brother, njerëzit që të kanë njohur dhe të kanë suportuar fort janë miqtë tu prej shumë viteve, nuk po fuslandin këtu se dihet botërisht, por edhe njerëz të tjerë që të kanë njohur gjatë gjithë këtyre viteve kanë këmbgulur që ti je ashtu. Pra ti je një njerëz që të përqafon, ti je një njerëz që nuk t'i kursen komplimentat, ti je një njerëz që nuk kalon limite, je goxha i qetë edhe je dhe modest shpesh herë. Jam, me thënë drejtën, jam shumë, unë ta ja vëmendjen sepse ti e meriton. Kemi parë shumë situata në këtë jetë në ku jetojmë që
janë ziliqar. Ne jemi përballur me shumë njerëz, me biseda, me debate, edhe për vende pune, domethënë nuk e di, duket sikur unë t'ja marr atit. Është kjo ego shumë e fortë. Për mua si do që ta bësh me dhunë këtë gjën, si mos ta bësh nëse e meriton ti atë gjën e ke. Dhe këtu japim dhe një tjetër pauzë, sa të marrim pak veten edhe rikthehemi edhe për disa minuta me Mirin. Jemi edhe për disa minuta të tjera me Mirin, Miri. I ke lënë ca kështu në këtë bigë? Po. Ca shenja. Po. Një është kur shoh këtu. Domethënë kur fillon ky refreni, e lidhin gjithë me ty. Emocioni kam pas kur vjesh. Po si e nise këtë? Po faktikisht unë këtë këngën e kam dëgjuar më para se tyja, edhe më ka pëlqyer shumë. Domethënë ka qenë shumë catchy. Shumë catchy si refren, edhe ti mund godasësh edhe vetëm me refrenin. Dhe kur hyr aty brenda, domethënë mu duk kështu si një gjë që kape këtë gjën, edhe përjetoje dhe unë e kam jetuar me këtë. Do mor vesh kush ishte aty. Ishte pjesë e strategjisë lojës. Po e nise me këtë dhe i le ca gjurmë të mira që do mbahen më gjatë. Shpresoj. Tani duhet kaloj tek mbështetja që të është dhënë, pra ke pasur hatërmbetje për shembull ose nga njerëz që i ke njohur, ke pasur një raport që kur ke dal pastaj ke parë që ose të kanë gjykuar ose nuk të kanë mbështetur ose apo flasim për njerëz që kanë qenë jashtë. Po. Faktikisht jam surprizuar shumë, po edhe e kam parë pastaj si diçka që e kanë bërë vet, se e kanë ndier ashtu, disa personazhe publik që më kanë mbrojtur, se me sa kam marrë vesh ka qenë shumë e vështirë të gjeshin mundësi me mbrojt. Okej, po duke qenë se kanë parë realisht gjën që unë kam bërë aty brenda dhe janë shumë falendërues. Nuk dua të dal me emrat përvetshëm sepse ndoshta edhe mund të harroj në emër, po i falenderoj shumë nga zemra që e kanë bërë me shpirt atë gjën, pa u ndikuar nga unë. Po Monika? Pastaj Monika është zëri i popullit, është, e kam thënë unë atë, Monika është zemra e bigut. Nëse ka pasur një zbulim ky big, ka qenë Mona Miri Mona, është fantastike. Ishit çifti ndoshta që ne ishim çifti më i fortë i bigut. Luante edhe jashtë. Mirë, cili ka qenë momenti ose debati që ndoshta do kishe dashur ta menaxhoje ndryshe? Ka pasur shumë situata me thënë drejtën, edhe kur i kujtoj tani ato debate që kanë qenë me një fjalor poshtë nivelit për një televizion edhe për atë lloj formati, kanë qenë 3-4 debate shumë të forta që do ishte mirë që unë të paktën nga ana ime nuk duhet ti menaxhoja ndryshe, por aty të merr rrjedha edhe ti nuk e kupton që po bën gabim ndoshta në fjalorin që përdor, por kam qenë shumë i ndikuar sepse kam pasur një lum akuzash dhe një fyerjesh pafund dhe sidos që ti do përfshihesh pastaj sepse njerëz jemi edhe ne, A pati gjëra brenda shtëpisë që nuk i the dot ose nuk t'u dha mundësia, edhe ndoshta do t'i thuash sot? Jo, në ato momente ka pas shumë gjëra që doja t'i thoja, por që sot nuk do t'i them sepse unë i kam lënë ato gjëra në big. Okej, do të thënë për ty ka përfunduar. Për mua bigu ka përfunduar atje ku ka përfunduar tek ajo shtëpi, sepse që kur kam hyrë me atë mendje që çfarëdo që të ndodhi, do ndodhi këtu brenda sepse jeta vazhdon jashtë dhe do vazhdoj normalisht. Un kam një karrierë përpara, kam një publik që mezi pret të shohë se çfarë un do bëj, kuptohet, me West Side-in, dhe nuk dua që të gjykohem edhe të formatohem dhe një herë për gjërat që janë thënë, si janë thënë, të lëna pa thënë, por që duhen thënë, jo, nuk e kam mbyllur atë e sap. Tani me që më dole tek West Side, ju bët një super koncert pak ditë më parë. Po. Edhe ishte një mrekullim, e thënë drejtën. Publiku shijoi një performancë, ndoshta pas shumë viteve. Shumë vitesh, po. Edhe pse nëpërmjet inteligjencës artificiale, por ishit sërish të tre. Ma përshkruaj pak të gjithë ndjesinë dhe situatën. Ka qenë një emocion i papërshkrueshëm. Domethënë, nëse do mendoj ndonjëherë që ne nuk do ekzistojmë më të tre në skenë,
ra poshtë edhe ajo situata se mua më duk sikur realisht Flori ishte në sken. Edhe shumë nga publiku që ka qenë atje në atë event ka menduar që këta të tre janë akoma aty. Në faktikisht në shpirtin tim, në zemrën time, në mendjen time, Flori është gjithmonë edhe kur nuk është fizikisht. Por teknika e bëri të mundur që ai të ishte atje me ne dhe ishte një ndjesi që unë nuk e di, ndoshta nuk do ta përjetoj më. Po nuk e di pse, ishte gjëja e parë që më erdhi mbas Big Brotherit. Edhe kam qenë shumë i prekur, me thënë drejtën atë natë. Në fakt kam parë edhe video në internet. Unë duhet isha atë natë aty, por si nën me fëmijë. Me shumë fëmijë. Nuk Isha te vagoni me shumë fëmijë. Isha te vagoni nënave. Me shumë fëmijë. Edhe kam parë disa video në internet, edhe kam parë njerëz të përlotur, njerëz edhe të brezit ton që kanë jetuar që nga hapat e parë të West Side Family, gjithë muzikën që ju keni bërë. Edhe kam parë një lloj emocioni që në fakt nuk e kisha parë u bë shumë kohë në performancat të artistëve të fundit. Është vërtet. Edhe do të thotë që Dr. Flori ka lënë vërtet një ndjesi dhe një shenjë shumë të madhe në muzikë, por edhe në zemrat e të gjithë publikut. Faktikisht Dr. Flori në shpirtin tim është i pranishëm në çdo moment, sepse edhe shumë situata që kam qenë në Big, po edhe në jetën normale, unë atë e kam këtu për brenda, nuk e di pse, edhe sa herë që veproj ose sa herë që flas, sa herë që mendoj, po edhe kur bëj muzikën që ai nuk është fizikisht, unë nuk e di, po e kam atë ndjesinë që ai është me mua dhe sigur më drejton, bëje kështu se kështu është më e mira. Tani do ndalem pak tek këto memet. Me që jemi tek Flori, Yes. Landi dhe Miri. Kush të ka bërë më shumë për të qeshur kur ke dalë? Ti ka treguar Landi? Me thënë drejtën nuk i kam parë shumë këto memet, sepse nga që nuk dua të futem dhe një herë tek situatat e Bigut. Po njërën besoj ta ka thënë, jo të Bigut. Jo, s'ma ka thënë. Ti e ke nisur një bisedë ku thoje Landi është pasaporta ime. Pra, kur vjen Landi, të njihnin dhe ty. Dhe nisi kjo vala, Dr. Flori, Landi dhe ai tjetri. Por modestisht ti e ke thënë këtë. Domethënë e nisë ti, le të themi, si batut brenda shtëpisë. Unë ta përmenda edhe më parë që je goxha modest i natyrë. Po kur ke dalë jashtë, si të bëri të ndihesh? është Flori, Miri dhe ai tjetri. Doli Landi e tjetri. A mund të hy Landi për shembull në Big Brother dhe ti të bësh të njëjtin tifozlik të çmendur që bëri ai për ty? Shiko, do ja sugjeroje? Unë do mundohesha ta bëj, po se si e bën ai, unë se bëj dot kurrë. Është njeri fantastik dhe e falenderoj kështu publikisht, po unë nuk jam njeri që dalë dhe flas për njerëzit në publik, sepse unë i dua ata njerëzit, i dua për veten time, domethënë ja them në sy dhe mbaron aty çdo gjë, por faktikisht me që ma dhe mundësin, unë Landin dua ta përshëndes shumë, ta falenderoj përjetësisht për atë që ka bërë për mua, se s'ka qenë e lehtë. Nuk ka qenë e lehtë dhe ka qenë një nga njerëzit që më ka suportuar më shumë nga të gjithë njerëzit e tjerë. Patjetër ka pas edhe të tjerë, po Landi habuk veç, me thënë drejtën. Landi ishte atë që vuaja atë që vuaja unë në shtëpi, ai e vuante jashtë dhe ka një gjë. Ai e ka pas edhe më të vështirë, sepse është përballur me shumë situata jashtë, kurse unë kisha aty brenda, kështu që ti nuk merrje vesh se çfarë ndodhte, kështu që isha në rregull. E mendoja gjithmonë që unë përballem këtu, ai përballet jashtë. Kjo është e sigurt. Dhe për familjarët edhe njerëzit e dashur, në fakt është shumë e vështirë kur ka një person të zemrës. Shumë e vështirë dhe tani që edhe familja ime është përballur me situata shumë të vështira, sidomos bashortja ime që është bërë dhe ajo personazh. Që me qëra fjala është super tip. Është bërë është zbulimi Bigut edhe ajo, me thënë drejtën. Është shumë interesante si figurë, edhe mënyra se si flet shqipen dhe mënyra se si të mbronte ty. Është peshore edhe ajo. Pra le të themi që jemi njerëz të balancave, jemi njerëz të mirëkuptimit. Vetëm se ne kur të duam me gjithë zemër dhe nuk të hedhim poshtë për asnjë lloj momenti, për asnjë lloj gjë, edhe sikur ta kesh gabim. Është vërtet. Ne vetë sakrifikohemi për tjerët. Tani Landit do t'ja sugjeroje Bigun të merrte pjesë. Ja,
Nuk do e sugjeroja, me thënë drejtën, me karakterin që ka, me situatat se si ai përballet, është shumë e vështirë. Ndoshta mund të ishte një zbulim miri, por me thënë drejtën, me çfarë si janë përballur unë aty, Landi ka karakter tjetër. Mund të ishte pak më sulmues, thua. Nuk e di, nuk varet si mund t'i shkojnë. Varet edhe këtë do kishte përballë, edhe çfarë situatash do i vinin përballë. Po, sepse as ti nuk e di çfarë do ndodhte. Unë nuk e dija vet. Ti nuk e di as çfarë do ndodhte që natën e parë, as që më vonë do të hynte një Mateo, as një Robert, as gocat që do bëje biseda, që do interpretohesh ndryshe, që un jam burr grash, shfrytzues grash. Un paska qenë ky i ligu i të gjitha korave. Livia, Juela, Edisa dhe Egi, të cilat kanë pasur mundësi të bisedoj gjatë qëndrimit tuaj brenda, pasi ato kanë dalë nga shtëpia, kanë shprehur fjalët më të mira për ty, kështu që nuk e di pse ndodhte që kushdo që hynte brenda dhe po themi kishte një tjetër imagjinat për mua, se kishe parë nga jashtë, kur hynte brenda, hynte me ident më sulmonte. Dhe pastaj nuk e di pse u rrjeshtonte ekran meje, edhe më thoshin, ore nuk të sulmojmë dot ky njeri që jeti këtu, se po i kuptojmë gjërat ndryshe. Me këtë ka ndodhur dhe me Markon për shkakun. Marko ma ka thënë tekstualisht, unë kam hyrë këtu brenda Allah me qëllimin se kam parë jashtë nga gjërat që kanë ndodhur. Do të sulmoj. Do të sulmoj dhe do të kap ato gjëra që më duken mua keq. Ore nuk e bëj dot, më thoshte mua, se je më i mirë sa duhet. Faleminderit, i thosha, çfarë të bëja? Çfarë ka ndryshuar tek ty si njeri pas kësaj eksperience dhe më thuaj nëse ishte e bukur apo jo. Shikoj, eksperienca ishte e bukur, me thënë drejtën. Shumë e vështirë, po ishte e bukur. Në fund kur bëj një rezume të gjithë gjës, jam i kënaqur që e kam bërë si eksperiencë. Edhe sot jam po i njëjti njeri, por e kanë kuptuar dhe një masë shumë e madhe njerëzish se kush jam unë. Okej, dhe kjo është ndjesi shumë e mirë në fakt. Përpara se të kaloj tek ca pyetje me kujdes mikrofonin, nëse do të jepje një titull, le të themi apo një emërtim gjithë rrugtimit tënd në Big Brother, cili do të ishte? Miri, më i miri. Okej. Po ngeli si refren. Ose në fakt unë e shtova një çik në fund, se thosha miri, më i miri, miri i vërteti. Okej. Ai është miri i vërtet. Ka dhe komente që kanë marrë këtë frazë dhe e bëjnë në çdo video tënden, le ta quajmë kështu, se un jam nga ata njerëzit kurioz që lexoj komente. Nuk jam nga këto që them nuk i lexoj. Jo, dua të di se çfarë mendon një publik më i gjerë. Po, e kuptoj. Se sa thjesht rrethi ynë apo komentet që ndoshta nuk influencohet nga misia, po themi apo nga njoja. Prandaj i lexoj. Tani kam ca pyetje pak më me spec. Po. Kujdes mikrofonin ose jo. Si të duash ti. Do të thënë, duhet të them jo ose kujdes mikrofonin? Si të duash ti. Ndaç shprehu, ndaç. Në rregull. Të kesh kujdes mikrofonin. Jemi. Nëse nuk do të kishe mikrofon, çfarë do të thoje në prajmin e parë në vend të e shoh si gocën time? Kujdes mikrofonin. Çfarë do t'i thoje Stines kur tha se në fakt Doktor Flori e bëri grupin të suksesshëm dhe Landi po ashtu dhe ti ke ecur fal tyre. Ka qenë një moment që ka dalë dhe në prime. Edhe unë vërtet e pash që ti nuk është se u ndjeve shumë mirë. Jo, mirë nuk ndjehem ta thot ai normalisht, por është mendimi i tij. Po në fakt, edhe në situatat e tjera, të kam mbrojtur, e ke mbrojtur. Në ca momente u duk sikur do ishit ju të dy përballë gjithë shtëpisë. Pastaj se çfarë ndodhi? Në fakt, unë doja që të ishim ne të dy kundra gjithë shtëpisë. Ne do kishim qenë dyshe shumë e fortë. I ke raportet okay tani mes ti? Patjetër. Patjetër. Edhe ai kur ka dalë tha mirin e kam. E kam shok edhe besoj që çdo Gicmici vogël kam vetë. Ato janë të lëna atje tek ajo shtëpi, un kam raporte shumë të mira, sidomos me Stinën. Çfarë do doje të thoje realisht pas kutisë së Pandorës, me që nuk lejoje të tregoje? Njeri kujdes mikrofonin, mund ta thuash, domethënë. Nëse do të lejoj ta thoje, se ty tu thaj që nuk mund ta tregosh. Nëse do më lejoj ta tregoja, do tregoja atë që ndodhi.
Do ta thoje. Do ta thoja për patjetër. Haptazi. Patjetër. Okej. Edhe nëse do të thoshin mirë kujdes mikrofonin. Po, nëse do më lejoj, nuk do më thoni kujdes mikrofonin. Çfarë doje ta pyesje Landin kur hyri në shtëpi? Për çfarë do ta pyesje? Do ta pyesja se si jam unë realisht jashtë, se ai nuk më gëjen. Okej. Dhe nga zëri, miri. Kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin. Çfarë do t'i thojë Rogertit pasi u kthye si finalisti i 4 në shtëpi? Pas reagimit që bëri me ty. Faktikisht atë që i thash, nuk ka kujdes mikrofonin fare. Okej. Atë që i thash. Ishte realisht ajo që mendoja. Po. Nuk patë ndonjë pritshmëri tjetër. Besoj ishe i përgatitur për atë moment. Unë isha i përgatitur për atë moment, ndoshta jo në atë moment, e kisha parashikuar, se edhe ma kanë shprehur edhe në shtëpi që ti e dija apo jo, dhe unë i thash po e dija, po jo në atë moment dhe ashtu, siç reagoi ai. Mendova që do reagonte më ndryshe, por ai Rogerti është lojtari, reagoi ashtu dhe është zgjedhja e tij. Mori përgjigjen time. Në fakt, gjatë gjithë këtij rrugtimi, ndoshta ke qenë banori që ke marr më pak ose fare kujdes mikrofonin, shumë pak ke marr. Po faktikisht ka marr shumë pak, ka marr. Ke marr. Edhe unë si gjithë tjerë, sepse aty del nga vetja dhe në momente shumë të forta debatesh më shumë. Ka marr kujdes mikrofonin, por kam qenë nga njerëzit që ka marrë më pak, sepse kam qenë i kujdesshëm tek ajo gjëja. E dija që kur thoja diçka, e dija që do më vinte kujdes mikrofoni. Pra nuk është se e kam bër pa vetdije atë gjën që kam bër. Që je treguar i kujdesshëm, nuk e doje këtë. Nuk e doja atë kujdes mikrofonin, por në momente të caktuara e dija që do vinte kujdes mikrofonin, se e thoja. Kujdes mikrofonin. E vazhdoi fjalën. Vazhdonte. Duke qenë se jemi drejt fundit, edhe unë e shijova shumë këtë bisedë, ashtu siç shijova edhe intervistën që bëm brenda shtëpisë bashk, edhe kam shumë dëshirë që në intervista me njerëz të cilët e ndjej me energji që po e përjetojnë mirë këtë situatën këtu dhe energjinë që kanë Top Albania Radio, shkon minutazhi si pa e kuptuar. Ikën, ja, sa shpejt ikën. Ikën i gjithë minutazhi. To bisedat me ty janë gjithmonë kështu soft, but, ti je rehat, ti ndjesh. E shtrojmë. Po, ti ndjesh se do dhe i gotë verë, tani hajde bëjmë muhabet gjithë natën. Se kemi problem fare, ta jep të ndjesi ti. Nuk kam çfarë të bëj. Faleminderit shumë. Unë e vlerësoj shumë edhe faktin që jo më kohë të lash për në fund këtë pjesën e kujdes mikrofonin, sepse ke qenë shumë i kujdesshëm, Miri, edhe ke qenë shpeshherë shumë respektues ndaj figurave femërore që kanë qenë aty, duke menduar edhe për familjar që janë jashtë, kështu që ndoshta ka qenë dhe një pikë shumë e fortë e jotja gjatë gjithë këtij rrugtimi. Unë mendoja faktikisht që është pikë shumë e fortë, por edhe këtë pikën e fortë edhe këtë ma sulmuan, se edhe këtë thonin që ti i manipulon, i ti i shfrytëzon dhe pastaj i hedh i nxjerr për jashtë. Faktikisht nuk ishte kështu, po kështu interpretohesh edhe unë thoya po jo. Tani do luhet çdo gur. Po mi jam dakord në rregull, por nuk është kështu. Por dikë që ishte unë kujdesem që në prajmin e parë dhe deri në të fundit sigurisht do kishte nga këto. I ka pranuar të gjitha. Tani jemi drejt fundit të kësaj interviste, projektet në vazhdim, Albani, Landi. I gjithë enturazhi im muzikor është në garë kush të punoj më shumë, edhe unë patjetër, që karriera e Westside-it, këngët e reja, koncertet, eventet, projektet të jenë në vazhdim, sepse duhet t'i japim shumë gaz, sepse publiku pret shumë nga ne, dhe ne me dëshirën më të madhe duhet t'i japim publikut atë që meriton publiku. Besoj keni gati projektet të reja që do dalin shumë shpejt. Na duhet vetëm kohë. Duhet vetëm koha. Do të dita nuk duhet të jetë 24 orë. Okej. E keni në projektet tuaja në të ardhmen një koncert gjigant, ashtu sikurse artistë të ndryshëm të muzikës po e bëjnë këtë. Ndoshta një jubile sa i përket grupit. Ne kemi lindur me këtë ëndrrën e të bërit një koncert shumë të madh, po kur të piqen kushtet e sakta, do ta bëjmë se s'bën, sepse është një gjë që publiku e meriton këtë koncertin jubile.
Kështu që me këtë premtim të mirit ne mbyllim për sot. Faleminderit shumë që na ndoqët, faleminderit shumë Miri. Faleminderit ty. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Je shumë e mirë, nuk e di pse dua që gjithmonë intervistën ta vazhdoj përjetësisht, sepse unë kaq i mirë sa jam treguar, unë këto gjëra dua. Dua të kem sërish, por kur të flasim për projektet e tjera muzikore. Patjetër. Jam i gatshëm të vinë çdo moment kur të kërkosh. Kështu që për të gjithë ju që dashuroni West Side Family, muzikën e mirë, do i keni çunat në koncerte, do i keni të angazhuar gjatë gjithë këtij sezoni dhe thjesht duhet të shijoni të gjitha këto aktivitetet artistike që ata do sjellin. Edhe një herë shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe ne të mërkurën tjetër shihemi dhe dëgjohemi sërish.